Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një mik të podcastit, ju të gjithë e njihni, bëhet fjalë për ish deputetin, ose më saktë siç preferon ai ta quajë veten, deputeti i legjislaturës së 9, sot i kujtim Gjuzi, por kësa herë në një rrëfim ndryshe, nga se nuk jeni mësuar ta shikoni. Zoti Gjuzi, shumë faleminderit që pranoni ftesën dhe jeni gjithmonë me ne. Falenderimi ju takon ju, brezit të ri, që do ta shtyni shtetin shqiptar më parë e më larg. Zoti Gjuzi, ditën e sotme s'do flasim për politikë, por do flasim për ju. Gjithë ju njohim, politika në karriere, keni një figurë të pasur në jetën publike, por kush është Kujtim Gjuzi? Kujtim Gjuzi është kryefamiljar me 4 fëmijë, nga 2 martesa. Në asnjë rast unë nuk i kam çuar zonjat e mia në kuptimin alegorik, po themi, të tok fjalçit në gjykatë. Nëse mua më çon gjykatë, unë menjëherë them, kush je ti? Jo se s'kam besim të gjykata dhe të shtetit së drejtës, por kanë humbur besimin ata që më çojnë mua në gjykatë. Kushdo qoftë, vajza ime patjetër, djali im patjetër. Ndoshta nipat edhe mund t'i falë, sa ata janë nga prindër 50 nga ana ime, 50 nga ana tjetër. Pra jam një kryefamiljar i mirë. Kam rrezikuar, ju po flisni me kryepiratin Vaporet Vlora. Për të ndalur deri aty besoj të shkojmë hapasapi. Si ke shumë fëmijëria juaj, si e mbani mend? Ne kishim një baba të rrept. Ai punonte në ndërmarrjen bujqësore ushtarake. Dhe nëna ishte edhe më rrept, se ajo është krutane. Në të gjitha rastet, të dy së bashku kanë ushtruar presion. Në atë kohë nuk kuptoj si presion psikologjik, po presion atëror dhe mëmësor, që ne të mos kishim kur punë me shtetin. Baba i thoshte, shteti 1, apo qeveria, uji 2 dhe zjarri 3 duan shumë kujdes. Kur i afrohesh edhe kur duhet të distancohesh, duhet ta kuptosh. Nëse jo, ato të përcëllojnë, thoshte babai. Ndërsa nëna thoshte, portofoli nuk është i joti nëse e nxjerr nga xhepi dhe e hedh në tavolinë. Se aty 2 dëshmitar thonë, është portofoli jon, nuk është më joti. Mirë është mos ja tregosh portofolin gruas, sepse zakonisht gratë tremben. E kam thënë në një emision tjetër, e kam pyetur nënën time direkt dhe i kam thënë, po ti je trembur ndonjëherë? Ajo më ka dhënë menjëherë përgjigjen që unë jam krutane dhe nuk trembem, pastaj babai jot në asnjë rast nuk më ka lënë mua pa portofol familjar që unë të trembesha. Kam dënjur me babain tënd deri në kur ai u largua nga kjo jetë, pra 55 vite. Prandaj unë e përmend shpesh nënën time. Ka qenë mësuesja ime e parë në kuptimin qytetar, ndërsa në kuptimin e të mësuarit është zysh Maja, që e them unë, Moja i themin ne, e cila më ka mësuar të shkruaj që në moshën 4 vjeç. Për të thënë se si ishte fëmiria, unë kam bërë shkollën 8 vjeçare tek Misto Mame, sot 9 vjeçare, dhe ajo deri më tani ka nxjerr këto personalitete. Presidentin Bamir Topi, profesorin tim Panajot Pano, të ndjerin, dritë pastë, dhe nga grupi deputetëve, gjithë deputetëve, është vetëm Kujtim Gjuzi. Sapo jam bërë deputet, i kam dhuruar asaj shkolle flamurin e qëndisur nga Ylli Kazazi, po e them, Ylli Kazazi. Është një nga shokët e mi të fëmijërisë time. Dje kam kombinuar, është e çuditshme domethënë, po nuk e kisha idenë që do të ma bëni këtë intervistë. Kam kombinuar me Veko Gjyzelin, kjo është çame, dhe kemi lënë që ajo do të vi tani, e unë i konsideroj motra gjithë vajzat e klasës së parë, dhe mësuese kam pas Violeta Ninin. Deri në klasën e 8 kemi qenë një grup prej 36 njerëzish, unë tani s'dua të marr kohë, po unë them të gjithë emrat e klasës së parë, të gjithë emrat e shkollës mesme, të gjithë emrat e arsimit të lartë. Të jap me një herë, dhe se janë pak bën gati 100 emra. Tani, po të kesh kohë, të filloj edhe të me emrat njëri pas tjetrit. Edhe me alfabet, pa gabuar. Kemi lënë që do të realizojmë një takim
në kuptimin e asaj që ne bëjmë 60 vite që hymë në shkollën mistomame. E para B, si që thash, me zysh Violeta Nini dritë past. Ose nëna e Dorian Ninit, besoj keni dëgjuar për këngëtarin Dorian Nini. Kjo është, jemi në fazën e asaj që quhet 8 vjeçare. Me mbarimin e shkollës, 8 vjeçare, e kam pas mesataren rreth 9.1, 9.2. Nuk kam pas gjitha 10. Në matematik, në 8 vjeçare e kam patur 8. Më i miri ke ne ishte Kristofor Gjoka. Ai ishte i Vojsava Saliaj ishte e dyta dhe e treta vinte siç thash me origjinë çame, motra, se unë i konsideroj motra, domethënë Ervehej Zeli. Këto ishin 3 më të mirat. Normalisht në bank unë rria me Mirjona Çomo, edhe kjo çame. Ke parasysh që krijohet një lloj afeksioni kur sa shumë na vinin ne, një mashkull, një femër në bank. Dhe me Mirjonën kam net nga klasa e parë deri në klasën e 8 në një bank. Kemi shumë vite pa u takuar, do kërkojmë në këtë vit, që është si vit jubileu, që të realizojmë një takim. A do të realizojmë apo jo? Veko më ka thënë që sa të vinë Tiranë, do bimi kafe në Hotel Tirana dhe do ta bëjmë këtë punë. E kemi biseduar këtë gjë edhe me Jetmira Sulën. Eleni Baholli është një tjetër, edhe thash 4 Adriatik Lega, është një shok që për shumë vite s'kan folur. Sa shumë lëshoj një batut, unë po më lëshoj batut në majmëri, në një farë periudhe, pastaj e sjell vetë jeta, kur jemi pajtuar pas 14, ishim 14 vjeç, 22-23, e jemi pajtuar në Orenjë Librazhdit. Ne ishim për të rregulluar linjën telefonike atje, siç e dini unë jam teknik i radios, edhe shoh Adriatikun atje ushtar, kishte humbur këtë vitin shkollor atë diçka e tillë. E shoh atje për zbriste në këmbë. Bor. Kishim një komandant me vete, edhe ky Damin Xhaferi, do ta përmend këtë. Ishim me makinë Damin Xhaferi, komandanti i brigadës në lidhjes. I thash komandant, a ka mundësi të themi një gjë? Më duket nga mbrapa ky është shoku im. Ky ushtari tha, ky mund të jetë pa leje. E tregoj për herë të parë Mario ke ju këta. Edhe i thash, të lutem komandant, ndalohe pak, e ndalohe. Dola unë, e kap nga mbrapa kështu. Adriatik i thash ti je, po dhe unë jam. S'kishim fol gati, po them 9 vite. Thash hajde në makinë. Nuk e kisha unë komandën e makinës. E kishte komandanti i brigadës në lidhjes Damin Xhaferi, dritë pas, çam. Njeri mrekullueshëm. Komandanti si erdhi mirë. Sa u fut makina i tha, ushtar, keni ju një leje? Për shans, Adriatiku kishte lejen 7-8 ditore. Janë zore. Thuaj faleminderit kujtim gjuzit, ta që të njohën nga mrapa, tha se do ta merrte. Unë i thash, jo, komandant, të thot faleminderit ty, se ju jeni komandant i makinës. Edhe drejtuesi i mjetit që ishte në atë kohë. Sami Gjuzi. Sami, është e vërtet apo jo? Nëse s'është, hajde thuj Mario se s'është. Tregohet për herë të parë kjo. Kjo ishte ushtria. Në ushtri kam dhe foto këtu, po s'besoj se na duhet t'i japim. Kam qenë një ndër qitësat më të mirë. Njeriu që s'ka lënë të hyjë në burg, në ushtri janë 2. Një është Bekuj Shfezo, shefi teknikës, edhe i dyti ai është ndarë nga jeta, ka qenë drejtori edhe me poste të larta në diktaturë, Veri Koçuj. Ky ka vdekur, ka ndruar jetë. Ky desh në burgoste, shef teknikës tha këtë burgosim ne. Kujtimet tha, po kujtimet sigur Allah që atë për ndërtu pallatin, tha po se kujtimi iku, pallati do 3 vjet bëhet. Kemi bërë pallatin në kohë rekord për 9 muaj. Te shkolla Partizani përballë. Në rinin ton, siç thash, siç e dinë të gjithë, jam qëndistar tani, meqense jemi edhe në kampionatin botror, do më lejosh besoj që të nxjerr një kështu. Të nxjerr një foto, nëse më lejon Mario, besoj se do më lejosh. Ja, jemi në kampionatin botror. Urdhëro ku e ke? Gjeli francez. Kamera. Thashin nëna ime, kam thënë, bën revolucion.
Po çfarë revolucioni? Revolucioni feminil pra. Unë jam kundër atij revolucioni. Ta them. Do më thosh, pse më kundër nënës tënde je? Po, se më ka vënë qëndis. Shikoje. Ja prova. Është gishti këtu i dëmtuar nga qëndisma. Ky është gjeli francez. Në fakt unë s'kam qenë herë me francezët, për arsye se ashtu më ka marrë mendja mua që kanë pas ata dorë këtu, duke bërë Republika Korçës, Republika ku dëgjon se ç'tonë të bënin. O gjeli francez ka pasur. Me ngjyra flamurin francez, ja vëre. Kjo qëndism, gjeli francez me punë kineze tani. Se është punë kryq, po 2 kryq, që do thotë punë kineze. Është këtu. E treguam këtë për të thënë, nëna s'kishte vajzë. Çfarë bënte? Na vurin ne qëndisnim. Masi bërë një kështu rrugic që luani me topën, e shiti atë rrugicën, bënte tregti, se s'kishin para shumë. Se babajnë pasaj në vitin 74-75, kur ndodhi kjo gjë më e madhe që vrau të ushtrisë, iku babaj, doli në lirim. Hoqë nga puna. Babaj bënte sikur shkonte në punë dhe kthehej mas dite që mos na lindën ne me kuptu që s'jam punë, s'merrte rrogë. Atëherë fillova të qep. Pra ishte e detyruar nga qëndisma 6-7 vjeçë, 66-ës, 67-ës, deri kur unë shkoj ushtar. Deri kur nuk del shkolla lartë. Sepse Musa kraja, më duket duhet jetë gjallë. I tha nënës time, ishi komshi. Tha ti e di, tha pse si del shkolla djalit tënd. Me 8.2 në mesatarën e shkollës mesme, nuk është e vogël, 8.2. Unë i dhash fjalën nënës, do ta mbaroj universitetin. E mbarova ditën me 8.1. Një nga profesorët që unë do ta them sa herë jem në studio televizive, është Harallam Papakroni. Ai më ka mësuar matematik integralin në sistemin kompjuterik. Pra më ka futur në grupin që quhet grupi trinjve. Dhe unë e përdor telefonin në mënyrë, ç'a të them, mund të shpëtoj në presje në gjë kur bëjmë deklarata gjëra, po i rikthehem e korrektoj. Pasi e kam konsultu deklaratën me njerëzit e Akademisë Konservatore që janë profesor doktor shkencave nga Piro Prifti, e deri ku të them. Më i fundit është profesor Selimi që do të vi nga Ilirida në simpoziumin për Nën Terezën që është i datës 31. Jemi në 2 mendje, ta bëjmë në Akademinë Shkencave apo ta bëjmë në Hotel Tirana. Nga që Nën Tereza është qytetare, më tepër në konvenion ta bëjmë në Hotel Tirana, megjithëse paguhet më shumë lek në Hotel Tirana. Po nga ana shkencore, që janë shumë profesorë doktor shkencave, ata thonë që është më mirë në Akademinë e Shkencave, ku kemi bërë 2 herë të tjera simpoziume akademike. Pra jemi midis kësaj. Nuk e kam veton unë aty, se e kanë presidenti, profesor asociuar doktor Stavri Trako, avokate Clarita Marku, zëvendës presidenti profesor doktor Piro Prifti, kardiolog ky, zëvendës president tjetër e kemi në zëvendës presidentin tjetër e kemi në të Tiranës, Mehmet Spahiu, profesor doktor i shkencave sportive, do të thonë, në akademi ndahen sikur të jetë një qeveri. Pra, një ortodoks, një katolik, një musliman, një bektashi, që të ketë një paraspesh, do të thonë, akademia dhe kështu i ndajmë të gjithë. Kemi edhe çama aty, të ftuar. Çamat normalisht janë pak të ndrydhur, po unë i uroj atyre, se thash, kam pas vekon, shoqe klase, çame, zonjë, motër e shkëlqyer. Nëse në herë, do të regëm nga rinia, apo? Për shembull, unë isha i 4 ose i 5 në matematik, në klasë. Mi po kishte variant kur unë doja të merr 9 ose 10. I thoja Vekos, o Veko, 4 problema, po ma jep pra 1, se i kishte marru Veko, 5 minuta maronte. Ma jep pra 1, dhe ajo ndihmonte. Kjo quhet kopja. Nëse kjo tash është gabim, unë po i them falni gjithë se pas kam kopjuar një rast. Zoti Gjozi, ju thatë që keni qenë qendristar, në ato vite jeni njohur me kryeministrin, siç e keni thënë më herët? Me kryeministrin jemi njohur përpara bashkisë sot. Ka qenë komitet ekzekutiv në atë kohë kur u prish bashkia vjetër. Jemi njohur aty dhe jemi njohur sepse njëja ishte kështu që
ai kishte ngacmuar dikën në Akademinë të Shkencave që se s'dua ta jap mbi emrin, se zonja është mjaft e dëgjuar tani. Është edhe ministre biles IT-s. Edhe kishte ngacmuar, po zonja ishte fejuar me dikë që bëj shaka vëllai. Edhe dikush e solli Edin aty, tha, o Gjuzo ka i problem, se kështu më kanë thirrë mua, që o Gjuzo më kanë thirrë, nuk kanë thirrë ndonjëherë o Timi, o kujtim ose kështu. O Gjuzo ka i problem, filoni do me rraf filonin. I thash, ai që do me rraf, do me thonë, diçka ka këtu. I thash, okej. Edhe ishte te grupi jon ky, ishte goxha emër ky, kampion. Në një sport, por nuk do ta themi emrin për arsye etike. Edhe e thamni, o kampion, që edhe ti pronti, e tham ati. Pa mirë me ka bëj veprim, nuk do e bëjmë. Se kështë e bëjmë ngacmim. Tani, gjithë kena ngacmua marja tani, se mos bëjmë kështu tash si shenjtor. Unë di që vetë Jezu Krishti nuk ka ngacmu njëri. Qofse ka i burr që s'ka ngacmu femra, i bja që e ka qenë në grup tjetër pësaj. Po jo ngacmim, do më thënë, për te logjikës. Jo, me kap femrat me dorë. Jo. Shpreha ishte, goze ka mundësi 1 minutë, mos kujto se maj do të thotë që unë edhe të kap edhe të vjedh. Koncept, ose sa elegante që kemi si keq kooperative. Do më do keq kooperative si ishte dopsuese, s'kishte më hongër. Mirë, po ky lloj postulate çon edhe në burg. Po ti si shpëtova? I shpëtova pra se i qepsha operativit zonës, kalemajve të vetë i qepsha pantallonat. Falas. A ishte korrupsion? Ndoshta. Nuk e di. Po unë e quaja si bamirësi. Tani, a ke majtë në herë barseta? Më nxorë një herë kështu. Që e thonë? Bodec, me barseta mua, me flokë kështu gjata. Unë se ka majtë kur flokë të gjata. Kur? Vlaj po. Qis vlajnë këtu. Beckenbaueri, flokë gjata. Barseta. Më vend që qisin vlajnë, më qitën mu. Pyetësh, pse se qitën vlajnë? Se njëra u bë dhe prefekte e Tiranës, nga këto sekretaret e rinisë, që pati qit vlajnë. Po se qisin vlajnë, se vlaj ishte, ku të qitë atë, a i nuk pyste, këllësiste, kështu ka qenë. Po jo më thërë me thika. Jo. Jo me gjutë më së pata. Jo, në asë njëra. Jo të rihnin, ose si që tani bullizim duket. Femrat atje, firë. Morin shoqen, e fuzin atje. E kuptoj, shkojnë burg. 19 vjeç. I ka iki jeta asaj marrë. Ka iki jeta. Tjetra, kurim psikiatrik. Si e me shoqen e gënjan? Qa përdore? Substanca narkotike? Po si mundet princeshën ta bësh ta degradosh ashtu? Ne i kemi trajtuar shoqet tona si motrat tona. Kur kishim në synim, e distanconim si fillim nga grupi, pastaj i bënim propozim. Edhe kur jam martuar, po deshe të tregoj edhe shtyllën kur dalim se është të afër. E shtyllën se ku e kam ndaluar. Midis 4 shoqeve, thash, më fali ju, s'kam punë me ju fare, kam punë çik me këtë. Pastaj martuam, bëm kalamaj. Pastaj thanë që ti se më i Zotit apo baba im. Si jam i Zotit, unë bëj 3 kalamaj me ty, si jam i Zotit, çfarë? Si jam i Zotit? Pra unë si jam steril. Se zotësia këtu është. Ja, po si e steril. Ku zotësia? Mund të jeti shprehje, ke godit në herën e femër, kur? Po, me trëndafila të kuq, po. Janë 2. 2 kanë provu trëndafila të kuq. Tjerët kanë provu trëndafila edhe kështu xhelozia, trëndafila të verdh, për shembull, petal, me të udh petal. Në gjykatë Tiranës i ka ikë mena gjyqtarës, se më thamë, shiko se ti e pak i dhunshëm, intonacioni është gjë tjetër, të ka dhënë Zoti, ti s'mund ta heqësh atë. Mund ta ulësh, mund ta përdorësh, mund ta ti jesh më i kujdesshëm. Po ja të më thuash më i dhunshëm, të më dënosh mu për dhunë brenda familjes, dhunë psikologjike. Po mirë. Pse nuk more një raport mjekësor tek shërbimi neurologjik psikiatrik? Kur unë pas më ushtru dhunë. Pse nuk më detyrove zonja gjyqtare ta them për herë të parë të kaloj në vizitë mjekësore neuropsikiatrike? Si më dënove? Dënove se unë shkova në parlament dhe nuk ju binda bacës atje ku punon bashkëshorti juaj. Shkërqësi gjyqtare. E kupton që keni gabuar me kujtim gjusin. Nuk hak merre me ju, se ju jeni gjyqtare ashtu ta mori menja. Sa thoni e gjyqtare plepave,
por mëson gjyqtari gjatë rrugës. Zoti Gjosi, si keni ka pas ngacmuar ju? Si ngacmonin të rinjt asaj kohë? Jo i tregua 2-3 versione, por besoj që ja kanë qenë më të shumta. Kreativiteti ka qenë maksimum asaj kohe apo jo? E para njerë që ekziston edhe sot shikimi nën sy. Shikimi poshtë. Jo poshtë shu, nga minifundi, se s'kishte minifund atëherë. Edhe ti pasaj e shikoje ku e ka furrën e bukës. Zakonisht buka blehet o në darkë o në mëngjes, në atë kohë, se tani ka furra shumë. Edhe ti dile në mëngjes, për fat unë kam pas bicikletë që në moshën 4-15 vjeçare, kështu që s'ishte problem. Ti e shoqëroje atë në distancë. Normalisht që në qofë se ajo e kthente 2-3 herë kokën, e kthente edhe nga meraku që qa po ndodhë, qa është ky, që si është ky, por në atë kohë ne synonim Virgjëresh Marin, traditë shqiptare. Pra, duhet në i farë mënyre të merje dikë që ishte në moshë të re. Te 14 vjeç lejonte diktatura që ti mund të fejoheshe. Po nuk lejonte të martoheshe pa shkuar 16 vjeç që të merrte pasaportën ose dokumentin e identifikimit që është sot. Ju pyetni si është ngacmimi, ta thash të parin. Përdorim edhe shoqet e veta kreative që na pëlqenin ne ato, po ne se pëlqenim ato. Atëherë këtë shoqen e përdorin për të ilçuar një llaf. Që shiko. Ai djali ka simpati për ty. Rinë të porta gjimnazit, s'mund të them që s'rrinim. Ata që thonë nuk rrim, ata gënjen. Rinë të porta gjimnazi zhurmë. Mirë por ne ishim shu polikumsa. Polikumset ishin gjik tegër. Femrat zakonisht në momentin e parë duan një njeri aristokrat, një njeri të butë, zakonisht janë gjimnazistët. Si veshkët e femrat. Dhe mrena gjimnazeve kishte dashuri. Kam shok të mion që janë martu me shoqet e veta të gjimnazit. Pra, e doni drejt për drejtë, si ishte, më pëlqeu shumë. Nëse ajo të pëlqen dhe thoshte, okay, të pëlqen ty? Po. Të dile një herë, 2 herë në takim, herën tretë thoshte, duhet tani të ndërmarrim veprim serioz. Duhet vish familje. Ti je 17 vjeç, dhe unë për këtë rast, e kam treguar edhe një rast tjetër, kam përfunduar një herë komisariati i policisë numër 3 sot. Ngacmoj vetë, ajo nuk jeton më, ngacmoj vetë, i ditë sa është ora, e shef bicikletën aty, është 15 vjeç me orë dore, dhurat nga babai. Dhe sa është ora, sa më tha i shoko, kujta e kuptote që thot apo s'kuptote? I thash, ajo 13 vjeç e gjysë e ke lutë mënç ti, thash ati, çfarë bote? Le, tha se ka kalu 14 ajo, po rrit tani. Shoku im. Iku, për këtë uzun bashkë, të kujtohet? Nuk uzun kështu se kush do kishte ata. Po më thap se si bën propozim. Thash nuk mund t'i bëj, se shkoj në burg. Pra që në atë kohë e kam pas frikë shtetin. Marrë unë e kam frikë shtetin. E kam frikë. Ligjin e kam frikë. Pranaj me unë. Shiko se flas. Pa pikë probleme. Ky është ngacmimi. Po jo me boksu, e ka kush e ka. Jo hypes bërë në autobus. Jo, zguxoja atëra. Të vinte lagja, edhe po të vije një herë lagja, herën e dytë shkojnë në burg, herën e tretë, kërë të nxjerrë qymyr. Zoti Gjosi, ju keni pas makinë në një kohë që kishin shumë pak makinë në Tiranë, apo jo? Në fillim ka pas bicikletë, pastaj motor. Motorin e ndaja me dajën. 0802 Tirana. Java, motori. Duke punuar në një nga repartet ushtarake, si që thash, ishte më e lehtë për të kamufluar shtetit. Zakonisht unë ka përdor veshje zyrtare. Pardesy të bardhë, atëherë të shihni kush është ky. Se zakonisht sigurimi kishte pardesy gri. Pyetja është, pse pardesy të bardhë? Po është paqësore pra Tirana, është paqe, është gjë e paqë Tirana, ka dhe hapësirë të madhe. Që është hapësira blu? Një herë e tregoj këtë, në repartin ushtarak, targat e një mjeti, se unë isha kështu si
si teknicien i mirë, dhe shefi teknikës Bekush Fejzo, është gjallë, shkoni pyeteni, nuk kishte boj zezë. Unë e lyva targën me boj blu. Nuk e lyva me iden ta bëj bardhë dhe blu. Sa erdhi shefi teknikës, zotria që përmenda, sa më çka ke bë kështu? Blu ta konsiderohet armiku. Mos tash. Sa radhë tha po ta fal. Herë tjetër. Ky ishte nipja Bazfesos dënuar me grupin generalëve. Domethënë kishte edhe kujdesin e vet. Pra ju pyetet që kishe biciklet, motor, makinë. Po. Targa e parë e makinës Benz Mercedes, sa jam kthy, është 10-14 Tirana. Benz i bardhë. Pastaj kam vajt deri te makina e shtrenjtë që quhet Slon. Gjitha makinat. Kam qenë pronar një autoshkolla, kam qenë drejtor farmaceutik në firmën që drejtonte pashortja në atë kohë. Dhe në fund fare, kur më thanë që ti s'do shkosh parlament, se Shkodran janë tifoz me Sali Berishën. Janë pjesë e mirë e Shkodrës, janë me Sali Berishën. Ata janë dhe verbër, mas Partisë Demokratike. Ne Tiranësit nuk jemi ashtu. Tha s'do shkosh në parlament, tha se falimenton firma. Më vje keqe, thash, më ke gjetë antar i Këshillit Bashkiak. Antar i Këshillit Bashkiak shkon drejt parlamentit. Pastaj shkon drejt ministrit. A e prano? Po të kem ofertë, po. Ministrin e Kulturës. Po pse? Jo ministrin e Ekonomisë. Ministri i Ekonomisë ka shifra të fut në burg, një shifër gabim i në burg. Pra shteti që ke frikë. Ministri i Kulturës ç'a bën? E bën piramidën e rikthen. Piramida, qendra kulturore Pjetër Arpnori dhe gjithë emrat e martirëve katolik. Ere ju që më akuzoni mu për kështu anti-musliman. Klerikët musliman, klerikët bektashin, klerikët ortodoks. Nuk e di, ka pas dhe protestant, më duket se ka pas edhe klerik të sinagogave në përburgje. Të gjithë këta do t'i merrja emrat, do t'a rrethoja piramida me gërma tarta. Jo të shkallët, atje ku hypin ato, po të mermeret. Prandaj do ta desha një herë ministrin e Kulturës. Po e them pa droje, edhe një herë tjetër. E them për herë të parë, Mario. Po, do ta desha dhe jam lutur kryeministit, siç e bëre shtëpi në Pezë, po bëj edhe shtëpi në Muke, se 3-4 shtëpi janë që kanë marrë vendime të mëdha. Një është 10 qershori 1878 më duket, në Prizren, që është muze. Një është shtëpia 16 shtatori konferenca Pezës, po konferenca Mukes. Pse mos të bëhet shtëpia? Ani se ka qenë gjyshit time, e ka shit me letra pa letra, 7501 e këto, e bëja atje një gjë të madhe, të gjithë ato që kanë shtëpit atje e jep dhe shpërblimin, shteti, e thotë, këtu do bëjmë, se këtu është, ka net mitat frashër pra, kam net dy merë dishnica, të dy palët, komunista dhe ballista. Pastaj mrapa shkuam luftë civile. Po pse duhet shkojmë në luftë civile? E kemi shmangë një herë në 97. Do ta shmangim prapë. Unë punoj për këtë, punoj për shtetin shqiptar. Unë jam i lumtur për një gjë. Kam prekur parlamentin një, niveli më i lartë i përfaqësimit. 2, gjenerata jon ka bërë Republikën e Kosovës edhe me emra që kanë marrë pagesa apo jo. Pra, Kujtim Gjuzi, shtetit shqiptar, i ka borç jetën e tij, se unë kam jetuar këtu, a jam i lumtur? 50+1% jam i lumtur, me nipin tjetër, me mbesat që i kam nga krau tjetër, me vajzat, me djalin. Baba im duhet ta mbyll me këtë, ka thënë, unë bëra 3 kalamaj, ti bëj 4. I thash pse? Se ke 3 vajzat dhe vajzave i duhet një vlla. I thash, për çfarë duhet ky vllai? Po tani tha, duhet një trashëgimtar, tha tani. Edhe unë ja kam mbajtur fjalën babait, ndërkohë që nëna tha të kundërtën. Nëna tha, po ç'të duan kaq shumë kalamaj, se kishte hallin se është krutane ajo. Dhe ato e kanë menin ke gjelat e Florinit. Nuk ja dorëzuan diktaturës në asnjë rast. Zoti Gjuzi, dhe një pyetje të fundit. Si u ndjet kur bët deputet? E prisnit?
Jo e prisja, po unë janë 4 kandidimet e mia, 2 janë balotazh, një është humbje identitare në lëvizje, për arsye komerciale politike, e them, çdo politikan është komercial, nuk është qytetar 100% një politikan, jo. Sa i mendon se si duhet të jetë ai udhëheqësi për të drejtuar me teorinë e tij një shtet, kush do qoftë ky, qoftë edhe kujtimi. Politikani pra të mendon. Politikanët e mirë, thot Churchill, mendojnë se si t'i bëjnë më të lumtur brezat që do lejnë ato. Të më thënë, të ikin, si do t'ju le juve të lumtur. Këtu pastaj mund të filloj ajo që ha diskutim. Por kurrë duhet vënë dorë në financa. Ju pyetët, kur prek parlamentin çfarë ndodh? Mario, futesh te 1130 burra më duket të kuvendit të shtetit shqiptar, nuk është pak. Po le pastaj anën financiare që normalisht shteti kujdeset për personalitetet e tij. Po edhe i burgos ata me të drejtë apo pa të drejtë. Ne për 114 vite shtet, duam të dalim te pjesa politike, se unë jam politikan. Berlusconi thot, politikani nuk den pension për vetë se kur shkon, merr 2 metër kub dhe. Pra, politikani edhe njërë tjetër, në këtë shtet, e ka bërë shtet pra antarët NATO-s, 27 vënde janë, jenë ndër 27 vëndet e aleancës më të madhe në historinë botërore. Nuk është pak. Si e godet tjetër, të rejgjë, zvarë. Jo mre, unë do rri këtu, i thu, dhe ti do ikësh. A kam unë një deficiencë personale? Po. Kush është deficienca? Nuk kam njohur gjyshin tim, Mario. Pra unë funksionoj 75% si kur thatë ju 0 lapsus në parlament, 288 dalje, nuk jam pak. Edhe imagjinojmë i përbinç të lafologjisë, pa e themi kështu tash. Se po t'i themi linguistikës, do i bëhet çik qefi Ramës. Të lafologjisë që është Rama, që të legu suraj. Duke i dit një defektun ati, që ai e di, ai normalisht ishte kujdesshëm me thotë, me marrë me të mirë në jetë thoshe, o mret që vjen nga lufta e parë botërore. Ky do më futeshim luftë të tretë botërore me protestuesit. Rria e që dele Haxhi Xhamil atje, e të merri natë, e të qitë punë jo tyre, po të rreshtimtarëve mrapa. Pra mendo, të njëjtën gjë e kam bërë edhe gjatë diktaturës kur u liru, që për të vënë kapak asaj që thatë ju, në një moment shumë kritik, rënja e Busit, kur kam thënë, ju jeni Bektashi, dhe ju unë bëni çfarë doni, por Bektashit nuk harrojnë. E jemi me 20 shkurt të 91-shit, një njeri shumë i mirë, me mbiemër Hoxha, ja pra që japun edhe hoxhallarëve, jap jo mbështetje, po jap atë që u takon, tha, kujtim, ik, ndryshe do të vrasim. Prandaj unë mora vaporin Vlora dhe ika. Po u ktheva. Dhe gjë më e mirë, shumica njerëzve po duan të kthehen në vendin e vet. Guri rënd vend vet. Unë jam Tiranë, mendoj që jam në vendin tim, shpresoj të mos i kem borxh dikujt, po ti kem borxh dikujt, të shkojnë mesazh që mendon që kam borxh. Edhe t'ja likuidoj muaj për muaj, se më del mua llogaria, nuk mund të jap më shumë se 100 euro, se më shumë pastaj më prishet sistemi financiar. Kujdo që i kam borxh, ose që mendon që i kam borxh, ose i kam hynak. Unë deri tani nuk di që të kem hyrë jo. Dhe dëgjuesi, shumë faleminderit për këtë rrëfim, faleminderit shumë që ishit me ne, si gjithmonë. Ju falenderoj shumë.